Muhamedi alaihi tha, imani është disa deg, 70 e sa degi ka imani. Domthon që ka një trung që ka rrënjë, ka trungun e vet, ka degët e veta, ka frytet. Kështu është imani. Druni i imanit që rëndi ka të lëshuara thellë në tokë, është stabil i qëndrueshëm, që rëndi ka të lëshuara në zemër. Pastaj është të trung që shihet, që duket, nuk është i fshehur, nuk është anonim. Duken, degët duken, frytet duken. Mandej imani duket në jetën e besimtarit, në veprat e tij, në sjelljen e tij. E tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, i ka 70 e sa deg. Dega më e lartë, më e rëndësishme, më e dobishme është fjala la ilaha illallah. Ndërsa jo më e ulta në këtë renditje të degëve të imanit është të largosh një pengesë nga rruga. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta dini se edhe turpi është pjesë e imanit. Pejgamberi në këtë hadith të nervozë na thot shumë sana. Unë dua që ti përmeni disa për ty në shkurtimisht si një lloj informimi i domosdoshëm për imanin. Do të fillojmë komendin e këtij hadithi me një informim të përgjithshëm se çka është imani. Këtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillimisht na tha të ndrozur se tema e imanit është e rëndësishme. Pse? Për faktin se për to po flet Muhamedi alayhi salatu wasallam. Ai nuk flet fjalë të kota, ai nuk flet fjalë boshe, ai nuk flet fjalë për të humbur kohë, nga se misioni i tij është shumë i shtrejt, ka shumë punë për të bërë. Koha e tij mes njerëzve është kohë e shkurtë, prandaj çdo fjalë është e matur, çdo fjalë është mirë e rregulluar, për faktin se është shpallja e Allahut azza wa jall. Prandaj fuqia e kësaj teme dhe rëndësia e këtij mesazhi dhe këtij hadithi fillimisht qëndron mbi bazën e asaj se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A çaje ka thonë është më rëndësi. A çaje ka thonë na duhet me kuptuar shumë seriozisht. Çështja e dytë, Muhamedi alaihi wasallam përmend të ndërvozur se imani përfshin tërë qenien e njerëzit. A ka mundësi të ketë deg pa rrënjë? A ka mundësi të ketë fryte pa trung? Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi. Prandaj pejgamberi po thotë se imani është zemër, imani është gjuhë, imani është vepër, imani është tërë qenia jote. Imani s'është veç fjalë, imani s'është veç deklarat, imani nuk është veç një obligim i kryer, por është një jetë e tërë e mbushur me punë të mira, është një jetë e tërë e mbushur produktivitet. Ky është imani. Në këtë iman e kërkojmë, një iman që e kompleton besimtarin, një iman i cili shëron të gjitha aspektet e muslimanit, të brendshme dhe të jashtme, zemrën e tij e shëron. Në këtë zemër ndërton dhe rënjos kuptime të dura, vlera të rëndësishme, bindje, një gjuhë të pastër që nuk lëndon askën, një gjuhë që Allahun e madhron, një gjuhë që Allahun e përmend, një gjuhë që dikë e këshillon, një gjuhë që dikë e mëson, një kësi gjuhë e ndërton imani. Një gjymtyr, dur që nuk prekin haram, dur që i bindën Allahut azza wa jall, këmbë që nuk shkojnë ka harami, po këmbë që shkojnë ka vizite të afërme, që shkojnë ka xhamia, që shkojnë ka puna, që shkojnë ka shkolla. E kësi lëvizje të këmbëve, e kësi organizimit të durve bën imani, nga se e kompleton besimtarin. Një kuptim i drejt i imanit nuk kupton një kompletim të besimtarit. Kështu tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.